Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar tranziti në kuadër të goditjes së veprimtarisë kriminale të ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit. Si rezultat i operacionit është arrestuar në flagrancë një 27 vjeçar nga Karabunar, i cili u kap në Koplik teksa transportonte me automjet 6 emigrant nga vendet e treta, me destinacion kalimin drejt Malit të Zi. Nga hetimet rezulton se i riu organizonte kalimet e emigrantëve në mënyrë të paligjshme, fillimisht drejt Greqisë dhe më pas drejt Malit të Zi, kundrejt pagesës prej 650 eurosh për person. Në lidhje me rastin janë proceduar penalisht edhe 6 emigrant, mes tyre një i mitur 16 vjeçar me origjinë nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani për hyrje të paligjshme në territorin shqiptar. Gjatë operacionit u sekuestrua automjeti dhe celulari i të arrestuarit, ndërsa hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.